unë kur shkojmë tek procesi sportiv apo te një studio tjetër, e gjithkohon duke menduar që kjo bluzë duke që kam veshur, ma kanë nxjerr barkut, çfarë mendoj se 90% e njerëzve të shohin pas zë. Në 10 veta, 7 pas zë, 3 të dëgjojmë vetëm mami të marrë vesh çetu thonë. 2 të marrin vesh fare. Podcasti është pikur pikërisht për këtë gjë, për t'i kthyer vlerën bashkëbisedimit mes njerëzve. Se mbase me këtë bashkëbisedim mund ndihmojmë edhe njerëz tjerë që na kanë dëgjuar dhe të mbajnë një këshill. Harroje. Faleminderit. Minutazhi, diskutimi këtu është pa ndonjë strukturë, është i lirshëm. Ne shpresojmë që këtë gjë që ke përjetuar ndryshe te procesi mos ta kesh. Jo, absolutisht. Jam dhe shumë komod. Prisni jemi në borë sepse do ta marrim një ditë për gjithë ato shifrat se kishte shumë interesante. Ajo meriton një një podcast në vete. I kishte shumë interesante. Përsëri është çiklar. Kam kohë tani. Okej, Kristi faleminderit. Faleminderit. Kristi është nga ata që është gazetar dhe mësues. Në vijim të bisedës që kishim një javë përpara që të bësh para vetëm me sportin është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Pa sigurt.